Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të ndarë me ju historinë e radhës. Do të flasim për një histori që në fakt është shumë e dhimbshme. Unë mendoj që veprat kur bëhen nuk duhet të kthehen kundër, por ja që rasti i kësaj zonje tregon që veprat janë kthyer kundër. Nuk e kam treguar këtë histori kur publikisht, ndoshta nga frika se do të më gjykojnë. Ndoshta nga dhimbja që më shtrëngon fytin sa herë kujtoj gjithçka. Por ka vite që e mbaj brenda, e mbyllur si një gur i rënd në gjoks, dhe mendoj se ka ardhur momenti që unë ta nxjerr këtë histori. Gjithçka nisi një ditë të zakonshme, një mëngjes i qetë, kur jeta ime mori një kthes që nuk e kisha imagjinuar kur. Po pastroja shtëpinë, kur dëgjova një trokitje të rëndë te dera. Ishte kunata ime, që fatkeqësisht më duhet që t'ja them emrin, Liriana. Syti kishte të enjtur, të skuqur nga të qarët. Në duar mbante një foshnjë të vogël të mbështjellë me një batanie blu. Ajo më tha me zë të lartë sa mezi i dëgjohej. Nuk mundem. Të lutem, nuk kam rrugë tjetër. Të lutem, mere ti, unë nuk jam në gjendje që ta ris këtë fëmijë. U shtanga, nuk dija se çfarë të thoja. Ishte një moment ku mendja mu boshatis krejt, ndërsa zemra filloi që të më rihte fort. Fëmia qante lehtë, me një zë të brishtës sa dukej sikur po thëriste për dikë që ende në fakt nuk e njihte. Ai është djali im, por të lutem, rite ti. Ti di që të duash. Ato fjalë mua më pren në shpirt. E mora foshnjën në duar, ishte i ngrohtë, i vogël, i pafajshëm, dhe në atë moment, pa qenë nëna e tij biologjike, e ndjeva që fati i tij do të lidhej me mua. Dhe këtu nuk gabova as pak. Ai djalë të cilin e quajtëm Aron, më ndryshoi jetën. Nuk e mbaj mend ndonjë ditë pa e pasur atë në mendjen, në duar dhe në zemrën time. Netët e para ishin të vështira. Qante shpesh, kishte probleme me stomakun, dridhej sa herë binte era, ndërsa unë e mbaja mbi gjoks, e përkëdhelja, dhe i këndoja gjëra që as vetë nuk i dija se i dija. Më dukej sikur ai ishte një pjesë që i kishte munguar gjithmonë njeriu tim. Më kujtohet kur më thonte fjalën e parë, mami. Ai më dha zë të qetë, si një gjë e natyrshme, si diçka që e kishte ditur gjithmonë. Dhe në atë çast unë e mbajta frymën sepse jeta ime mori një kuptim të ri. Unë isha nëna e tij. Në fakt pa letrat, pa gjakun, pa mbiemrin. Unë ja mësoja hapat e parë. Ai rëzohej, qeshte, ngrihej. Kur së murej, unë isha ajo që rija pa gjumë. Kur kishte temperaturë, unë isha ajo që i vija kompresa në ballë. Dhe bota ime u bë vet ai. Dhe ai më adhuronte, më kapte duart, më përqafonte e më thoshte, mami, mos u largo kurrë. Nuk e dija se një ditë ai do të largohej vetë nga unë. Vitet kalonin dhe kur Aroni filloi shkollën,
Liriana nisi të vinte më shpesh. Në fillim mendova se po i vinte keq, se doshta donte që të ishte pjesë e rritjes së tij. Por shpejt e kuptova se gjërat nuk ishin aq të pafajshme. Ajo e mbante në prehër dhe i thoshte: "A e di kush jam unë? Unë jam mami jot." Unë ngrija vetullat, ndaloja frymën, ndjeja në fakt një therrje të fortë në mes kraharorit, por Aroni a kthente me sinqeritetin e një fëmije. Jo, mami është ajo atje, dhe tregonte me gishtin tek mua. Ajo buzëqeshte me hidhërim dhe unë e dija se ajo ishte duke pritur momentin e duhur. Ai u rit pranë meje, e dërgoja në shkollë, ja përgatitja ushqimin, i bëja detyrat, e çoja në aktivitete, dhe ai më thoshte gjithmonë: "Kur të rritem, dua të blej një shtëpi të madhe." Ndërsa mami që të mos lodhesh ti më. Dhe unë qeshja, e përqafoja dhe i thosha: "S'dua asnjë gjë, vetëm mos u largo nga unë." Ndërsa i qeshte, nuk e dinte se çfarë do t'i sillte ardhmja. Aroni ishte 12 vjeç kur ndodhi ajo që nuk do ta haroja kurrë sa t'jem unë gjallë. Liriana erdhi me letra, me justifikime, me ndihmë nga njerëz që nuk e njihnin historinë. Askush nuk pyeti se kush e kishte rritur fëmijën. Askush nuk pyeti se kush i kishte qëndruar netëve pa gjumë. Askush s'më pyeti mua asgjë. Unë u përpoqja që të luftoja, u përpoqja me çdo mënyrë, por ajo kishte gjak. Dhe ligji dëgjoi atë që duhej të dëgjonte në fakt. Ai djalë që rrita me duart e mia, që e mbaja në gjoks kur i dridhej trupi nga ethet, më la shtëpinë me një çantë të vogël në shpinë. "Mami, ç'po ndodh?" më tha me zë të mekur. Unë nuk dija si t'i përgjigjesha. E përqafova aq fort sa mendova se mos i dhëmb edhe i thash në vesh: "Do t'jem gjithmonë këtu." Kujtoje këtë. Ai u kthye nga unë edhe kur po largohej. Me sytë e përlotur më dha një shikim që sot më shkatron më shumë se gjithçka. Nuk e dija se ai do të ndryshonte kaq shumë. Paguan vite heshtje, asnjë telefonat, asnjë përqafim, asnjë mami. Me kalimin e kohës, Liriana i mbushi mendjen me fjalë që mi dogji shpirtin mua. I thash se unë ja kisha marrë, se unë s'dëshiroja gjë tjetër veç se ta mbaj për interesat e mia, dhe fëmijët kur rriten në ndikim besojnë gjithçka që thuhet. Një ditë e pash rastësisht në rrugë, ai ishte rritur, ishte bërë i gjatë, i heshtur, sy të ftohtë që nuk i njihja. E thira: "Aron." Ai u kthye më pa, por jo si dikush që sheh nënën e vet. Më pa si të isha thjesht një grua e huaj, dhe më tha: "Ju lutem mos më flisni më." Asgjë nuk më ka dhimbtur më shumë në jetë se sa ato fjalë ishin si të më shkulnin shpirtin me duar. Sot jetoj me një boshllëk të madh, me një boshllëk që nuk e mbush dot askush. Ri në shtëpinë ku çdo cep më kujton diçka të tij. Qeshjen e tij, hapat e tij të vegjël, lodrat e hedhura nën tavolinë, batanien blu me të cilën erdhi në jetë brenda derës sime. Unë jam ende ajo që rriti, ende ajo që i mbajti plagët kur rëzohej, ajo që ja mësoi shkronja, që i lahej në lotë, që i mësoi se ç'është dashuria pa kushte. Por për të, unë nuk jam askush
Për të sot jam thjesht një kujtim i largët nën hije. Aron, nëse ndonjëherë e dëgjon këtë histori, dua të dish diçka. Unë nuk jam zemëruar me ty. Ti je fëmijë, ke qenë gjithmonë fëmijë në këtë mes. Të kanë ushqyer me fjalë që nuk janë të tuat. Por unë të dua, nuk të kam haruar. Dyert e mia janë hapur për ty. Ditën që ti të vendosësh të kthehesh. Unë jam ajo që të rriti. Dhe kjo nuk ndryshon dot. As nga koha, as nga njerëzit, edhe as nga fjalët. Këto janë fjalët e një nëneje që rritin e djalin e saj me shumë përkushtime dhe me dashuri, dhe sot ajo po e vuan këtë djalë.